Interesant, tuke ne, domatina janë do domatet vogla, tu i kishe 7 euro në qatë kohë, edhe atje me 3 euro, ma gjinoj në Greqi në Athinë, me 3 euro domatet. Qëfar vendi është vend Europian, Greqia, llogaritet të Kosovën, me pas çmime qeshtë larta ekstrem. Mirë tha edhe kolegja që këtu nuk ka kontroll edhe nuk e mojnë qatë përgjithësi, se i kanë interesa tjera për me vazhdu. Problemi kryesor është që domatinat paguhen 7 euro këtu, se nuk ta përkra bujkun me produktin e vetë. Bravo, veç e zona si shembull, se domatina është diçka e qefit edhe nuk ka se vlet çdo qytetar. Qeshën domate po folim. 2 euro e gjysë kilogrami domateve. 2,99, sot është 3 euro, nesër është 3 e gjysë. Nuk e dhe njëri kur sak në qmim. Absolut. Edhe tjetra është që kjo ndikon drejt për drejt në emocionet, dhe më thane, të familjes, dhe më thane, në shëndetin mendor ndikon, sepse kjo pjesë unë ka qëllu edhe për profesionit që bajnë bamirësi, më ka qëllu që e kam vizitu shumë familje në Kosovë, edhe të shikojsh varfërin që ka, këto thonë pastaj kjo qeveria që i po japim qashpare, po marrin qashpare fëmijë, dhe më thënë mujt, nuk e di se unë për veti nuk i marr. Kur vjen puna me shiku familjet real, Argnes është shumë e dhimbshme. Po. Dhe më thënë një varfëri ekstreme, tani nga varfëria ekstreme, kishte pjesëtar të familjes që kishin kalu dhe në depresion. Po, për këtë do të pyes pak më vonë, po, sepse është... Që kjo, dhe më thënë, kjo pjesa e ekonomisë...